Jemi akuzuar shpesh që jemi popull dele, po ditë pas dite më e vërtetojmë që nuk jemi. Laura Kërtolli, vajza e zëshme nga Shqipëria e cila po angazhohet shumë në protestat për mbrojtjen e vendit të saj. Por kur një vajzë me shami e zonja si Laura flet me guxim, organizon, mobilizon njerëz edhe nuk friksohet me dalë në ballë, disa njerëz nuk e shohin punën e saj, por e shohin vetëm shaminë e saj. E kam fjalën për shumë komente negative ndaj saj përkundër punës së madhe që ajo është duke e bë. Por komentet e tyre nuk tregojnë asgjë për Laurën, por tregojnë ata vetë për veten e tyre. Komentet janë parahati e tyre prej faktit që një vajzë me shami po del më e zonja, më e artikuluar dhe më e fortë se shumë të tjerë. Por në bazë të këtij rasti e shohim se ndonjëherë ne si njerëz, edhe pse kauza e një individi është në të mirën e tonë të përgjithshme, ne veç pse është ai individ, jemi në gjendje dhe kauzës mos me i dhënë rëndësi. Ata nuk po i pengon zëri Laurës, por po i pengon fakti që ky zë i fuqishëm dhe i arsyeshëm po vjen pikërisht nga një vajzë me shami. Mos harrojmë që besimi është për zgjedhje, ndërsa kombësia jon është e pandryshueshme.